Është dyshimi që kjo o po tallesh ti. Po nuk po tallem më burr sepse kjo është kërkesë zyrtare. Po i bën qafin vetës si jetë te fronti i Spakut është. Po jo më nuk po i bëj këto kohë. Po jo më dizinformim. Po ku ju lut më burr, ju tha. Thash ju lut more. Po ja ka thënë publikisht more. Po me kë do negocioj? Po e them unë, e them unë si negociant. Po publikisht se parlamenti ndryshon ligjin. Ore tani do hiqesh, dakor, hiqu në hir. Është një lloj negociate kur ti thua më zgjat mandatin apo jo. I kërkon. Është kërkesë më valla, se ata e kanë në dorë. Kërkesë për çfarë? Për zgjatje mandati. Atëherë nuk është asgjë. Është marrëveshje, kërkesë për marrëveshje. Rikandidim. Është kërkesë për marrëveshje. Kujt më burfori, për kë e ke iden? Po ky si kërkon ti korruptuari për të votoj, atë korruptuari. Ky ju tha, ja ta sqaroj. Ju tha, në fund pas 3 vjetësh në 2028 marrë mandat. Në 2028, 11 nga prokurorëve ju mbaron 9 vjeçari. Po. Edhe nuk kanë të drejtë kandidimi, rikandidimi. Nuk kanë të drejtë rikandidimi dhe që ishni me Rakun, tha u vet, tha, edhe sikur të vendoset ligji nuk do rikandidoj, tha, për prokuror, se sekretariku. Atëherë, tha, me që kanë përvojë, kanë dosje, bllokohet në mes një proces, siç e ka gjykata e posaçme, këta jo të vazhdojnë punën automatikisht, por të kenë të drejtë të rikandidojnë, valla, për prokuror të Spakut. Mos shkojnë prokuror në një apel apo në një tjetër ku e ka. Tani si duhet kjo thirrje? Po të rikandidojnë. Si duhet kjo thirrje? Për këtë duhet ndryshuar ligji dhe ky thotë tani. Po mirë, si duhet kjo thirrje? Ta këtu po unë interpretoj për ardhmën është negociat. Kush e kërkon këtë gjë? O Almer, ti bëj një pyetje Amerikanët. E ka kërkuar amerikanët e kërkoi Dumani, tani në fund e ka kërkuar. O Poli, ti bëj një pyetje amerikanët. Nëse shkon deri te Balluku, a është SBA pas Spakut? Ka një gjë. Për ty, unë di themi një gjë që aktualisht se kemi pas shpeshherë kur shkoi ke Veliaj, domthon shpeshherë në studio diskutonin që prova është Veliaj, tani prova është Balluku. Unë nuk e përjashtoj ndikimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në gjitha proceset vendimarrëse për nivelet e larta të qeverisjes. Por gjithashtu nuk e përjashtoj ndërhyrjen e politikës dhe të Ramës në gjitha vendimarrjet që janë marrë në SPAK lidhur me emra të caktuar. Nuk e përjashtoj ndikimin e Edi Ramës të arrestimit Milion Veliajit. As te Belinda Balluku nuk e përjashtoj. Pse nuk e përjashtoj? Te Balluku mund të jetë po pa tjetër që amerikanët janë aty. Jo, mund të jetë Rama. Rama, nuk e përjashtoj që Rama është aty, nuk e përjashtoj. Nuk e përjashtoj më. Absolutisht. Do Rama i pret degët e veta dhe vet do ngelet në majs. Po si do zbres? Po, duke qenë që Rama sot e ka atë opozitën që ne folëm pak më parë, më thënë që i ble një nga e fije, nuk ka kushtat trëmbi Ramën. Nuk ka një, më thuj mua, kush është kërcënim për pushtetin e Ramës? Atëherë, drejtësia e Edi Ramës, po mu të ndodh vetëm rasti kur Edi Rama të ikë nga pushteti. Për sa kohë Edi Rama e zgjat jetën e vet politike, mandat pas mandati, askush nuk e prek. Edhe 90 vjeç e ke në pushtet. Por Edi Rama ka parashikuar deri në 2050 pas në pushtet. Nuk e ka parashikuar, më vendos. Kam vendosur. Atëherë Edi Ramën e ke aty deri në 2050 zotëri, sepse nuk ka kush e rrezon. Tani lidhur me Spakun, unë të tregoj vetëm një gjë. Amerikanët aktualisht, unë mendoj që janë disi pasiv në lojën që po luhet. Në politikën po? Jo, edhe në SPAK, janë pasiv. Sepse Amerikanët dhe Obdat, unë mendoj që edhe me informacionet që kam unë, janë me numrat kufizuar personash në mëkqyrje dhe në punë të tyre të përditshme në SPAK. Dhe kjo të lë dyshosh që më thonë ata nuk janë me gjithë kapacitetin e mundshëm që shërbejnë në këtë institucion. Tani lidhur me Belinda Balluku dhe amerikanët, unë t'jap prap një lajm ekskluziv. Që Belinda Balluku është në blacklist, pra është non grata de facto në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E ke parë Belinda Balluku të bëjë një vizitë zyrtare me ata, siç është Edi Rama, e kupton? Pra këtë është fakti që Belinda Balluku përflitet për një lidhje të ngushtë me disa iranianë. Fakti që Belinda Balluku është përfshirë me një kompani iraniane që përfitoi energji nga tigrat, nga anijet që prodhojnë energji në Vlorë, i ka çuar amerikanët në këtë vendim që e ka shpallur non grata Belinda Ballukun. Kur zyrtarizohet, le ta marrin vesh të tjerët. Që të konfirmohet, sepse deri tani domethënë kjo qasje që ka një duke mos pasur fakt, por mos harroni pas Spakut janë amerikanët në këtë dezorientim. Unë po ta them, nuk e përjashtoj, unë të thashun që amerikanët kanë ikur nga Spaku, kanë lënë vetëm këtë, unë thash amerikanët janë aty, por unë nuk përjashtoj ndikimin e Edi Ramës në individët e caktuar brenda Spakut. Një nga njerëzit që Berisha ka informacion, mund të ketë më dhe Berisha, se përjashtoj më fare, as se përjashtoj. Nuk e përjashtoj. Nëse ndodh kjo me bekimin e amerikanëve
Almer, çfarë para imron kjo për qeverinë e Ramës? Edi Ramës, unë kam parë deri tani që i kanë rrëzuar njëri më të rëndësishëm dhe Edi Rama është rritur në numra ose i ka ruajtur. Që projekti më i rëndësishëm në Shqipëri politik i quaj Erion Veliaj. Largim Belinda Ballukut nuk është asgjë për Edi Rama. Është njëri zvendësueshëm. Ja pole thotë Erit Berisha. Po mungojnë më 300.000, ata zora tabelën apo 720 e ca me 400 e ca. Tani unë do t'jap opinionin tim. Poli e ka vetin, unë e pranoj. Po unë flas me shifra po. Ne derisa jemi në tryezë pranojmë çdo mendim. Unë i themi gjë që Edi Ramës nuk i cënohet askush sot sepse nuk ka kush e kërcënon. Largimi Belinda Ballukut është largimi nga këmbët e veta të një pretendenti të radhës për fronin e tij. Dhe përkundrazi Edi Rama fiton pikë duke thënë që njerëzit e mi më të korruptuar i çoj para drejtësisë. Siç ai e luan politikisht çdo herë që ka arrestime nga kampi i tij. Aktualisht luan nga Belaja atë po. Ti thua çon vet. Nga Belaja. Tu ndajemi. Ministër më e luan. Atë e luan, po e luan nga Belaja, po u the që si çon vet. Fiton politikisht më zotri. Jo Edi Rama i çon atje, sepse do të themun ai Altin Dumani që ti e mbron, për mua është nga ato poshtërsirat që bën ai atje brenda. E diti që Altin Troplini thotë. Jo, më nuk them ti thot ai, unë them Dumani, unë i vë emër dhe mbiemër. Sepse unë kam, shiko, Altin Dumani ka marrë dosjen e SKJCC-s në mënyrë abuzive mban njerëz në burg brenda. Ti do thuash nga doli kjo, sepse e para, trajtimi i dosjes SKJCC, sipas juristëve, është marrë e gjithë disku apo disketa me të dhënat e SKJCC pa certifikim. E dyta është pa një vendimarrje ligjore sipas standardeve që kërkon ligji i përpunimit të dhënave, dhe këto i ka marrë dhe mban njerëz në burg pa i faktuar. Po më dëgjoj mua. Po vlen më ta them unë jam ky të them unë. Ti do më jep mua kundër argument. Jo, po çfarë të jap kur që kalojnë nga Ministria e Drejtësisë. Dgjoj pak, dgjoj. Le që vinë nga është një grup me prokuror, po ja po të jap informacion. Franceze, të tjerë dhe bilezë. Zero, asnjë nga këto mashtrim. Është mashtrim, asnjë. Po merren me punë të veta andej. Dhe çfarë duan i dërgojnë Shqipërisë, çfarë është pjesë e dërgojnë. Ma dgjoj moment. Ma dgjoj deri kur jam duke të thënë, ose ta shpjegoj me fjalë më thjesht. Altin Dumani me dosjen SKJCC mban padrejtisht njerëz në burg pa i faktuar veprat e tyre. Si? Merre shikoj të gjitha dosjet me radhë, sepse nuk jam duke mbrojtur radhë. Po të përmend emra, do më thosh mbron atë. Më po them si mënyrën, legitimitetin, mënyrën se si kryen ky njerëz veprimtarin. Pra, në mënyrë të palishme, pa i faktuar. Ti e di që shumë mirë, je gazetar i vjetër i Kronikës, që SKJCC është indicie. Zotri, nuk ka gjetur provë. E diti që mban brenda, mban safet gjithsin, sepse i çoj videon ajo goca. Po mban gjykata mos e na. Po më fal më një minutë. Më fal më një minutë. Ky e ngriti si akuzë. Nuk të çosh në Spaku, të ngrimër atë Spaku, të ngrimër të Spaku gjithë natën. Zotri, Spaku të ngre akuzën. Spaku ngriti akuzën me aludime dhe me thashëdhem për Lirmetën. Spaku ngriti akuzën për Sali Berishën dhe ëndrin e tij, sigurisht krye korrupsion dhe ëndër me vjerra. Kupton ti, këto janë aty janë faktet. Aty kemi parë. Spaku është, ore zotri, diti që ky Spaku të ketë bërë një hetim të vetëm të nisur nga Spaku vet, zero. Nuk ka asnjë hetim, është institucion i cili kanë çuar dosje dhe i ka hetuar dhe ka çuar njerëz me drejtësi, pa drejtësi. Ore para burgimi që është sot kaq i përfolur si mënyra e padrejtë për të mbajtur njerëz në burg. 7 argumenta për vetëm për ta shu. Ore dëgjojnë se ka probleme sistemi i drejtësisë. Jo ka. Janë kamikaz më zotri. Altin Dumani është kamikaz i Jurikimit, i Blinkenit. Altin Dumani zotri e keq përdor institucionin më, keq përdor për interesa të ngushta. Kjo ta them unë me bindje, sepse unë po të them një fakt. Më thuaj Altin Dumani sot si e ka marrë dosjen e SKJCC-s dhe e ka kthyer atë në një argument ligjor për të mbajtur njerëz në burg. Është indicie për hetim. Në cilin rast? Ke dosjen metamorfoza. Ore dosjen metamorfoza. Si? Super e kopsitur. Më dëgjoj pak. Ta them unë me fakte të kryqëzuara, nuk diheshin. Nuk diheshin, ishin faktet. Këtej nuk lidheshin dot me tullum gjokën në me X-in. Zotri. Dolën se thon vet, në filan vend është pistoleta, në filan bëra këtë del. Ore të kopsitura, edhe gjykat. I vetmi në dosje metamorfoza, i vetmi njëri që aty brenda, që dihet që është e faktuar, është vetëm ish drejtori i policisë, i cili është me foto. Në komunikimin e SKJCC. Në asnjë, ore, kam informacion më që kjo dosje është përpiluar dhe është marrë në mënyrë antiligjore, është nxjerrë në mënyrë antiligjore dhe jo sipas ligjit. Ore zotri, nuk kanë fakt më, është zero fakt, nuk ka argument. Shqyr për ata se do dalin nga gjykata. Është rrëzuar në të gjitha shkallët e drejtësisë në çdo vend tjetër përveç Shqipërisë. Kush më? Dosja SKJCC më. Çfarë thua? Po dosja është rrëzuar, ore, ke informacion apo nuk e di, po merr, po s'po të marrësh seriozisht. Është rrëzuar, është rrëzuar në Francë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është rrëzuar në Zvicër, në Luksemburg. Dhe Luksemburgu e ka rrëzuar, ka thënë, juve para se të hetoni dhe të ndiqni të përgjoni një person
të shtetit tim duhet njoftoni shtetin antar. E kupton? Edhe këtë ky është argument, merr ndiqje dhe lexoj. Ikëm larg Almer, po të kthehemi po spaku po flasim, ja ky është spaku që mban njerëz padrejtisht mburg. Ta shkrim, pse se shkrim? Ta shkrim, e kemi bërë keq, ta bëjmë mirë. Arbër, që ta mbyllim. Kemi kush është. Po të shikosh, një nga debatet më të mëdha që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës është çështja që lidhet me politikën dhe me drejtsinë. Po të shikosh Britaninë e Madhe, po të shikosh Italinë, gjithmonë drejtësia krijon debat. Kështu që automatikisht të flasësh dhe të ketë debate ndaj sistemit të drejtësisë është gjëja më normale në botë. Dhe këtu jam kritik me atë që tha Poli pak më herë që ka një front anti-SPAC. Nuk ka front anti-SPAC. Absolutisht. Front anti-SPAC. Kjo mund të jetë për njerëz që kanë interes. Po ju marrin pasurit, po shkrimi organizuar nga prapë. Jo, në media nuk ka front anti-SPAC. Patjetër që ka. Janë kritizjer bazuar në argumentat e tyre. Por kjo ndodh në çdo vend të botës miku im. Nga Italia, Greqia, kudo. Drejtësia me vendime të forta krijon debat dhe është normale që të jetë një gjë e tillë. Kështu që të lutem ti dhe të tjerë që thon fronti anti-SPAC e fronti pro-SPAC, hiqeni sepse është një gjë anormale, është një qasje për mua sovjetike që ka një front anti-SPAC. Që ka emri front? Front është një term i cili përdorin komunizëm. Nuk ka front zotri, ka debat publik. Më pëlqen në argumenta. Unë s'jam dakord me gjuhën linçuese që tha dhe Almeri, që është kamikaze. Kjo është gjuhë e rëndë. Unë nuk besoj që Altin Dumani është kamikaze. Mund të jetë një prokuror i ashpër. Diti kush Altin Dumani bë? Altin Dumani ka përgjuar shokun e vet që i flisën mirë besim, e ka përgjuar, ka arrestuar më në prokurori. Nuk e di. Ja, po ky është Altin Dumani që jeton me lavdi. Altin Dumani përflet veten tavolina, sigurisht më e rëndësishëm se Rama dhe Berisha. Shiko, mund të jetë prokurori i fortë i ashpër. I keq përdorur më këtë diskuton edhe këtë, ha? Po këtë nuk e di. Tavolina më e thotë që unë thotë, unë jam më i rëndësishëm, ata janë korruptuar, ky është i korruptuar, unë nuk shkoj dot aty. Korruptuar, është kamikaze drejtësisë, më jeton për lavdi. Unë nuk jam një person që ka arrestuar dhe shokun e ngushtë më Poli, e ka arrestuar. Duke në mirë besim, çfarë them? Duhet të kritikojmë. Te modeli që ne duhet kritikojmë dhe të ngërmë zërin për ato gjëra që nuk na pëlqen. Patjetër. Mirë që ti themi. Tani do të kaloj te pika tjetër, sepse u fol për arrestimet e tjera. Po më zotrin, nëse ka prova, ka fakte, të arrestohen të gjithë zyrtarët e korruptuar. Por, jo të arrestohen zyrtarët e korruptuar, thjesht për të kënaqur opinionin publik që kërkon arrestime. Të bazuar në prova, bazuar në argumente dhe për mua asnjë të mos tolerohet. Mori edhe gazetarë, se kam dëgjuar Polin në panelet tjera, që thotë, ka dhe gazetarë që janë bashkuar me krimin organizuar. Mos ketë mëshirë ndaj asnjërit. Ndaj asnjërit mëshirë. Por, standardi duhet të jetë i njëjtë. Standardi që marrës në pyetje, standardi përgjimi për të gjitha elementet. Kërkojmë një drejtësi europiane, ka që është ajo që them unë, por frika ime është që automatikisht, kur një pushtet i thot një pushteti tjetër, më jep votën, unë këtu trëmbem dhe si qytetar, dhe si intelektual, dhe si gazetar, them, kur ti kërkon votën, ati që do të arrestosh dhe quan të korruptuar, mua më duke si kur ti do të bësh një lloj kompromisi. Kjo është e papar. Tani ka një gjë. Por ata kanë do t'ja ta kërkojmë ne në studio, por ti nuk do t'ja kërkosh atit korruptuarit. Sepse është vot e një korruptuari. Madje për mua, opinioni im, është që ata nuk do kërkojnë fare zgjatje mandati, por të marrin shpatën e drejtësisë. Por Altin Dumani ka dorëheqjen ka ikur më ishte nga ata kundër rinovimin. Ti presin kokat e korrupsionit. Pen komision apo jo? Kërkoi, tha që unë nuk do jem më antar i SPAC. Ti presin kokat e korrupsionit. Edhe ta mbyllin misionin. Po s'dohet se s'mundet më burr. Për 8 vjet. Jo, e ka lënë të kauzën tënde që thua ti për rinovimin. E ka lënë, zotri, ka mbyll hallet, ka ikur sepse kundër tonë se po flas sigurisht. Altin Dumani në komision tha që unë nuk do pretendoj për një mandat të dytë. Ju kërkoj. Mandat të dytë prokurori. Po. Për të tjerë, jo për veten. Për veten do ikim o vetën e tij tha. Do iki tha. Nuk do jem. Dëgjoj tha. Në qoftë se juve tha do t'ju jepni mundësinë prokurorëve tha të rikandidojnë pasi mbaron se në kushtetut është deri në 3 mandate, 9 vjet. Gjykata e posaçme ka no limit. Mund të rikandidojnë, jo se zgjidhen, më vazhdojnë. Garojnë prapë valla, kanë të drejtë të rikandidojnë pasi u mbaron 9 vjeçari, të rikandidojnë për një 9 vjeçar tjetër. Dhe këtë e vendos parlamenti se duhet ndryshuar 2016-a, një nen atje. Dhe ju tha që të mos keni merak, tha unë vetë tha, dhe sikur ta ndryshoni ju këtë tha, unë vetë nuk do rikandidoj, sikur, jo, sepse ky vetë nuk do mbaroj 9 vjeçarin, thot dhe unë s'do ashtuar, kam darë këtë punë dhe vetën time. Ka që thjesht është. Dhe
Gjithë çështja këtu është që kjo historia e SPAK-ut, e frontit, e tjerë, bëhet vetëm për 3-4 emra, për Ilir Metën, për Erion Velin, për Sali Berishën, për Edi Ramën, për Velin. Të duket e drejtë që Ilir Meta është me aludime që Poli qëndroni korrekt. Jo, bëhet për këta, nuk të thash bëhet e drejtë. Turpe marrin Ilir Metën pa fakte në burg. Ilir Meta mund të ketë gjunahet e botës e burg. Po shikoni qëndroni, bëuni pak më këmbë. Mos më ndërpri. Se po jepni gaz disa njerëz marrin qaf, njerëz mund të ndodhi ty dhe mua nesër. Më lër mua të mbaroj. Këtu bëhet fjalë për ekspozimin e krimit të organizuar. Ore, krimi organizuar është sulmori gjithë më Poli, është sulmori gjithë më. Nga banda më e pare, më e fundit të këtë vend. Krimi organizuar ka qenë dhe do jetë betejë e pa lëkundër amerikanëve o zotëri. E kanë ata në dorë. Te politika çalon gjëja, te politika. Po kërcënohen këta ju. Kush kërcënon më? Tentativë për t'i rëmbyer fëmijën në X. Po pra, po është turpi më i madh që një prokuror të thotë që ka mbrojtjen e amerikanëve, që ka mbrojtjen e shërbimeve amerikane. Dhe thotë më rëmbin mua vajzën, bën viktimën sepse ka bër pazar për atë për kokën e tij. Po pra, si ka mundësi u rëmbeka? Ka njerëz të mbrojtur nga Amerika. Po tentativë më, po ore, të ngrenë zgufthi më, të gjithë shërbimet e inteligjencës të ngrenë zgufthi që sti prokurorëve i prek fëmijët më. Po këta shkojnë bëjnë viktimën. Pse bëjnë viktimën? Sepse kanë hyrë gjuna o Poli ka bërë padrejtësi me vendimet e tyre. Po si mund? Ka shans të prekësh ti? Ku i prekti në cilë vend botës një prekti familje e drejtësisë? Po s'ka shans më Poli. Nuk ka shans. Po që ta mbyllim Poli. Almer, gjithë historia e kësaj është një betejë, sepse bëhet fjalë për miliarda, dhe jo vetëm të korrupsionit, po të krimit, për biznese, që janë të ndërthurur e tjere. Dhe është një luftë logjike më dha. Këta që janë vënë përballë këtej, me këta që janë vënë përballë këtej. Ka që thjesht është e gjithë historia dhe reflekton në gjithë atë që ky nuk e pranon, por normal o vëlla unë, nëse ti do më shkrish, do më heqësh biznesin, dreqin, shitanin, i ke parë shifra ti 300 milion euro, 200 milion euro, 500 milion euro, pa tjetër më vëlla që do reagoj dhe do kryoj front. Dhe këta, njëkohësisht, këta nuk dalin. Ne shikojmë në për studio, se ty të dojgjë kot kur unë se kisha për ty, të ne shikojmë në studio gjithë. No, po sero, tani e sero. Gjithë avokatët. Se ti na futë gjithë. Gjithë avokatët që kanë, që s'duhet t'jen, se të mbrojnë në pak një dika, gjithë ish prokurorët, gjithë ish gjyqtarët, që janë kapur nga vettingu me gjitha, në vend që të dalin aty në studio dhe të mbrojnë veten, se unë po ti isha po më vëlla, para se t'flasë të thosh, mua sulmojnë drejtësinë, sulmojnë SPAK-un, por unë para se të bëja këtë do dile dhe të thosha, janë letrat e vettingut, dhe mua vettingu, kjo drejtësi e keqe... Po kanë hequr njerëz për 30 milion lek, po Poli. Po pra po. Kanë hequr njerëz për 5 milion lek të vjetra, po Poli. Kanë hequr njerëz të ndesh pas sistemit. Patjetër që ka patur shumë gabime. Tani, ky është fronti që thua ti. Pisliku më i fronti, nga kritika, ka shumë lek. Nga kritika nuk ka asnjë gjë të keqe, Poli. Patjetër, jo kritike. Kritika është unë më shumë. Ska asnjë gjë. Unë kritikoj, unë nga mëngjes. Ti njëri fjalës për vetë. Tani gjithë çështja është, gjithë fjalës jemi, do ta bëjmë kritik. Gjithë çështja është. Kjo është një luftë më vëlla. Kjo është një luftë, sepse po ta them edhe një herë, ata njerëz që Poli, çfarë të mirë ka sjellë Shqipërisë SPAK-u deri në këto momente? Çfarë të mirë ka sjellë? Çfarë do bie? Ka larguar krimin nga rrugët e Shqipërisë. Ka larguar organizatat kriminale e pasuritë e tyre nga vendi, ka sekuestruar. Që ka impakt pozitiv ka. Cili është impakti pozitiv? Banda kryesore janë ku janë? Të gjitha krimi çka ka bërë Sokoloddashi në 2005? Ore ka një gjë, nuk ka vullnet politik për t'i pastruar Marbër, se brenda NATO-s pastrohen në burr. Brenda NATO-s nuk ka vullnet politik. SPAK-u ka një gjë. Nuk është zero. Jo më zero. Krimi organizuar ka qenë një luftë permanente amerikane dhe suksesshme. Ai morë vesh stimulaj. Nuk është zero puna. E morë vesh që nga buxhet, nga rishikimi i buxhetit i hoqi SPAK-ut 4 milionë gjysmë euro. Rama. Po, edhe tani SPAK-u do justifikoj atë. Jo më do justifikoj, po të them si luftohet valla, mënyrat si luftohet. Po SPAK-u po çfarë thua? Ka mbështetjen e ndërkombëtarëve valla, ka mbështetjen amerikane. Nuk mund buxheti aty. Është institucion. SPAK-u është institucion i shtetit shqiptar. Nuk dal nga parlamenti shqiptar, nga kushtetuta shqiptare. Nuk diskutohet që është institucion që ka bërë punë. Arbër, SPAK-u ka fituar luftën me krimin organizuar, por e ka humbur me politikën në zotëri. E ka humbur betejën me politikën, sepse ke një mal me dosje aty që SPAK-u nuk jeton. Ke një mal me njerëz të akuzuar aty që nuk vepron. Për këtë po normal më që do ta humbasim me politikën. S'ka bërë siç duhet, është treguar shumë skropulos. Normale që do ta humbasim more, sepse politikës në momentin që ti thua, shiko, më jep votën, ti që në atë moment ti e ke ulur tempin. Ajo është e gjitha, është sinjali.
Se unë s'presin që ata ta bëjnë ashiqare, shikoj, më jep këtë t'jap atë. Po kjo pra këto janë sinjalet që ti e ul tempin, i thua më jep votën të zgjas mandatin. Ndërkohë që ata s'duhet kërkonin fare të tillë, po duhet i prisnin gjitha kokat e korrupsionit dhe nesër do t'ia jepte opinioni publik mandatin atyre. Kjo është gabimi dhe kjo është frika ime që i thash Polit. Dhe vim të pika ime. Albert, falenderoj. Poli, kënaqësi si gjithmonë, Admer, kënaqësi si gjithmonë. Të nderuar teleshikues,